Tregu i sigurimeve në Shqipëri ka regjistruar një vit të suksesshëm, duke shënuar një rritje prej 10%, krahasuar me vitin 2024. Sipas të dhënave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, primet e shkruara bruto arritën vlerën e 27.1 miliard lekëve, ndërsa primet për frym u rritën për të 5 vit radhazi duke kapur nivelin e 119 eurove. Ky trend tregon një zgjerim të qëndrueshëm të industrisë, si dhe një rritje të ndërgjegjësimit të qytetarëve për mbrojtjen financiare. Tregu vazhdon të dominohet nga produktet jo jetë, të cilat përbëjnë 91% të primeve totale. Këto përfshin kryesisht sigurimet e detyrueshme motorike, të cilat mbeten shtylla kryesore e industrisë. Nga ana tjetër, sigurimet e jetës përbëjnë një pjesë fare të vogël të tregut, gjë e cila tregon hapësirë të madhe për zhvillim, si dhe diversifikim në këtë segment. Në ndarjen sipas llojit të sigurimit, primet e sigurimeve të detyrueshme zën 62% të totalit, ndërsa sigurimet vullnetare përbëjnë 38%. Ky raport reflekton fokusin e tregut tek produktet e domosdoshme, ndërsa segmenti vullnetar ka hapësirë për të zgjeruar prezencën dhe për të ofruar produkte më të personalizuara. Portofoli i sigurimeve për zjarret dhe forcat e natyrës, i cili lidhet kryesisht me përmbytjet, pati një rritje të ndjeshme të primeve, ndërsa numri i kontratave po ashtu pësoi rritje. Kjo tregon se qytetarët dhe bizneset po i japin gjithnjë më shumë rëndësi mbrojtjes kundër rreziqeve natyrore. Megjithse tregu po shënon rritje të qëndrueshme, dominimi i produkteve jo jetë dhe i sigurimeve të detyrueshme tregon se ka ende hapësirë të madhe për zhvillimin e sigurimeve të jetës dhe të produkteve vullnetare. Ekspertët e industrisë e shohin këtë si një mundësi për të diversifikuar ofertat dhe për të stimuluar një kulturë më të gjerë sigurimi mes qytetarëve shqiptar.